Në Francë është historia e Ermal Beqirit, një buxhetor me një rrogë 600.000 lekë të vjetra, në vitin 2009, mos gaboj, ishte një buxhetor i vogël, nuk ishte asgjë. Rastësisht mori pjesë në një kthyrje të një videokaset. Flasim për Prifti Met, po. Aty ishte një ndër 7, se nuk ishte vetëm ai. Ajo video u qua edhe jashtë, kishte shumë procedura nga i buxhetor, sot bën xhiro në Francë. Mirë po, çfarë është historia që kur je atje lart, domethënë dhe ke fituar shumë para, sepse është ndryshe të lindesh i pasur, edhe ndryshe të lindesh i varfër dhe të bëhesh jashtëzakonisht i pasur. S'ka rëndësi si bëhesh kështu në mënyrën korruptive siç është bërë ky zotëria apo jo. Dhe duke arritur në këto pikë ku në një moment disa mijëra lek ti kullandrisësh për t'jetuar dhe shumë vite më vonë disa miliona euro ti shpenzosh për argëtim, në botën dhe në psikologjinë e njeriut është e jashtëzakonshme. Prandaj mund bësh edhe xhiro në Francë. Mirë po ky pangëlliku i tepërt ja të ndodh ashtu siç i ndodhi, pa e ditur se ku po fluturonte dhe ngeli sepse ka një pyetje, nëse nuk do të bënte një gabim Beqiria, do të arrestojnë ndonjëherë. Unë them që jo, për një arsye. Nuk është se është vetëm Shqipëria e korruptuar, kudo ka të korruptuar. Beqiri me aq shumë lekë sa ka vjedhur në Shqipëri, po të mos bënte këtë gabim, mund të jetonte në Francë për shumë kohë. Edhe pa rënë në sy. Në botën e korrupsionit të gjitha vendet njësoj janë. Kur ti ke para për të shpenzuar, kur nuk ke para për të shpenzuar, atëherë arrestohet.